Përshëndetje shikues të televizionit Dugaxhini dhe emisionit Shishëm. Si që të përsheni, sot në këtë edicion jemi pakës më ndryshe se çdo herë tjetër, kemi edicion festiv, për shkak se tani më veç jemi në vitin e ri 2026, për të cilin nuk është vonë kurse se mi uru gjitha të mira, të jetë një vit plot me shpresë, një vit plot me pritje, të cilat sigurisht kanë me pas produktivitet për juve si njerëz në aspektin emocional e njerëzor, si dhe në pritje të juaja profesionale. Uroj që viti 2026 është vit i reflektimit dhe vit i të mirave për të cilat besoj se keni edhe synime për t'i arritur, por edhe normalisht të reflektonin ndaj atyre të cilat jo që keni dashur, por që ju kanë ndjekur gjatë vitit të kaluar dhe ndoshta edhe nuk doni fort të flisni e të mendoni rreth tyre. Mirë, por reflektimi zakonisht është derivati më i mirë ndaj këtyre momenteve. Andaj unë sot pa humbur shumë kohë, siç po shihni e kam studion e mbushur, e kam pakës më ndryshe. Sot në emisionin tonë kemi ftu dy musafire të nderuara, për të cilat kemi fol, po ashtu kemi ftu edhe dy profesionistë të kuzhinës, dy kuzhinierë të cilët janë super të njohur në punën që e bojnë dhe në vendet e tyre ku punojnë. E zotrojnë njerëz zakonisht çdo recetë që e bojnë dhe i kanë disa elemente të veçanta të punës që ata zgjedhin me bë. Sot me mu në studio është Ina Shaqiri, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Valentina. Nora Goga, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Valentina. Faleminderit shumë që jeni ardhur sot. Faleminderit që na ke thirrë ti neve, faleminderit shumë. Faleminderit, gjithmonë është kënaqësi, sidomos te Valentina. Po ashtu i përmena dhe në pjesën time të hyrjes, profesionistët e kuzhinës, kastriotin, kastriot, faleminderit shumë që i ardhë. Faleminderit për ftesën. E di që jeni lodhjo, këto festat e fundvit janë të lotshme për sidomos në punën që bëni në për restoranin. Ta shumë edhe sot keni pak klient. S'është e lashës. Ju ratojmë latë ju. Dhe e kemi edhe një gjakovar. Mirë se ke ardhë. Hero, po t'iri kështu si që ashtu të njojnë gjakov. Po dhe po, jo formal. Kur një gjakovat një këtë Kosova, më rgjall. E vërtet, e vërtet. Mirë se ke ardhë dhe faleminderit që je sot me neve. Faleminderit juve që më pritet, edhe sholla keni vakt me prit halo, mi bo në esan të shumë, se nuk e di që kemi në abot, të njës që shkursejet në gjakove, që shruhet, ta shumë recit, mos fal heq ma mirë. Kena një kombinim, hajvali gjakov, është shumë interesant. Kena kastriotin kështu të përmbajtun, shumë serios, punon shumë, edhe kena knena gjakovarin që u mytë të ditën të nalë sot fore. Inshallah nuk kalzohet gjakovarë dhe në pijatë. Inshallah, thash. Mos po bën hile diçka me dani pregadit. Knajmës me qurrymën këtë pjesën e vetë. Të kanë nga përgatit, po edhe keni vendet me ullë. Ma ka njëllë furën këne, ta është du në atje me shku. A që ta bëj fakturën. O ka menon që ka me pagu rrymën. Ja qoj fakturën. Dhe fakturën. Për ndryshe, për mos me imi të bashkë, normalisht kemi pasur, si që për sheni edhe prej ullëseve, kemi pasur edhe një musafire tjetër të ftuar, e cila do të nga bashkohet pas pak, mirë po vjen nga Maqedonia Veriut, edhe normalisht sigurisht janë pengesat në pikat kufitare, ku i kanë shkaktuar që mos më ardhë pikërisht në orën që e kemi planifiku, mirë po në ndërkohë bashkohet në tavolinën tonë. Gjithsesi, po i nisim këtë vit dhe po e falendrojmë edhe sponsorin tonë të emisionit, Dentistin e Familjes, i cili ka sponsorizuar gjithë vitin e kaluar këtë emisión dhe po e përfundojmë ndoshta me këtë edicion festiv, sepse konsiderohet edicion përmbyllës. Andaj faleminderit shumë Dentistit të Familjes për krejt mbështetjen dhe besimin që na ka dhënë doktor Albertit dhe Anita Syle. Edhe unë tash puna me qikat, edhe po folëm. Gëzuar për juve, Ina nuk pen, Zia bon gëzuar, uj po gëzuar për të mira, çdo herë. Gëzuar edhe kuzhinierave, po janë të punu janë zonë. Nuk po doj me bë kështu shumë protokollare mënyrën e bisedës, po e bojmë bisedë tamam qysh bojnë mikët me zveti. Qysh dalin zakonisht na. Edhe na qysh dalin, për ndryshë na njemi edhe. Qysh u kanë studime cilën me njësë mi dosi mi vro. Na kënorë me knatësi se këna ditë. Po ja me ndo vetë cila u dojnë mja njësë. Që Nora. Mja njësë unë po foli për ju. Inë qysh... Kjo pyetja është shumë tingëllon klishe në të thome që u shukon viti, po kisha dosht me të pyet
Qa ka pas viti që e lam mas që ka mujt me të dok që të karzuher pas here, po që ti faktikisht vish ke përfitu sepse je bo ma e fort, je ngrit ma shumë, ke bo ma shumë për veti. Qka e karakterizon për ty viti i kalu? Unë tani kam një bëj gati 2 vite që menoj që e ma e fort se që kam qenë, se gjithmonë përvojat me njerëz edhe sfida që dhe me t'i projeta, që ato të ndryshojnë. Mas nej puna dhe suksesit edhe këtu tjera që ka menoj kur ja bën hyzmetin gjithmonë e kija ato punën prezent. Mas nej këtë vit që ka shku, do me thonë në qysh në 2024-ën ka qenë një sfidë shumë e madhe për mu kur ka qenë humbja e babës. Mas nej 2025-ta jëm bo tepër shumë e fort, se nuk kom pas qare pa e bo e fort, se adaptona dhe mësona me ato që ka djenë prej Zotit, nuk ka gjo që e ndran dhe s'munde mas kem fuqina për me ndru diqka. Po, punën që unë e kam ka shumë përgjësi ndaj klientave, ndaj njerëzit mi, edhe që ajo më ka bo shumë të fort, dhe projektin që e kom fillu në 2024-ën e kom përfundu në 2025-ën. Dhe ka qenë diçka shumë, për mu shumë e madhe, shumë e mirë, shumë e suksesshme, po të njëjtën kohë nuk është që s'kom qenë është ta keq mrena vetës, po falë punës që ka ecë tepër mirë dhe projekti që u realizu dhe ma mirë se që kom mendu unë sallën e eventeve që kam bo. Menoj që ajo më ka dhonë shumë fort, pavarësisht çfarë do sfide që ka njeri, e kum pa që veç me punë ka lënë gjithçka. Puna shpesher është nështë një farë doktori, një psikolog, që na e pa terapin pa shku me marë. Po, definitivisht. Ajo puna është përqëndrimit që e luftojnë shpesh është shumë ma e mirë kur vjen me punë. Ka një përqëndrimi është pozitiv për trunin tonë, për ndjesin tonë, kur ndodhë, sidomos kur është përmes punës. Do shta mëna me që puna është shërim i shpirtit, sepse pa punë është ta kështin jeta shumë ndryshe dhe shumë monotone. Unë nështë për dalim prej inës, na që kemi edhe fëmi është shumë ma e komplikune, edhe shumë nështë ma e vështirë, për shkak se kemi edhe obligime tjera me ta. Mirë, po prapë se prapë pa punë nuk i dija kësha mujtë me jetu, me thonë drejtën. Dhe baba jam gjithmonë thotë ma mirë me vrasë me janal punën. Dyat jeni shumë të ngarkume, keni jashtë zakonisht shumë dinamiken e fort ditës, të muajit e t'javës, po mi avnojnë që dinamik nështë dokni shumë të shpenzume, a dokni shumë të paralizume? Unë menaj që s'muna kështu pa punë. Dhe nuk jam ka që mirë, sa jam që do me thonë që kam ditë dhe mujtë me punë, pa punë unë nuk një, do me thonë jam krejt in tjetër, nuk jam as e qetë, nuk jam as vullnet, do me thonë s'di, adin tash adhe më ta përshkru, që isha konë pa punë. A i motori jëtë nuk dhezët? Jo, absolut, shkuna krejtën e shkuna. S'ka mas ideja, s'plana. Pavlefshme, unë për vete ashtu nina. Momentin që nështë nuk punoj, nina shumë e pavlerë, ndoke që krejt këto gjana tjera nuk është se janë diçka shumë të rëndësishme. Që e plëtsojnë në ti? Ma edhe të Andreqa ki pa edhe ditën edhe javën, i ki planifiku, do me thonë e den... Jeta është organizuar, është disciplinare me sistem, e ki me orare, ki çdo gjë që e bën me orare plotë dhe kur ankom është mirë dikush. Normal. Para se me hy me gjiru, ju kalzova pak për ditën tem që shkëm pas, ose që shkëm pas nesërmën, edhe mërët pak me kish me një kolege atë në zyre, se i patëm tepër obligime dhe i ka thonë burri vetë, o munu mi nëzonë kretë, obligime profesionale. Në ndërko kishëm edhe me dollë, edhe ja ka po qysh nuk po të dhimë të vetja. Do me thonë, po janë këto sene ka njerë të mira, kur jena në dinamik tjetës, jenë shumë të mira se jena mësu me ecë në kërësit shpejt, ndryshe nuk funksionan. Nëse jetu ecë në kërësin me shpejtësi të ullë, nështë ta është drodhe mëna denunaj, kur shka jeni të bo. Nështë ta jemi mësu me këtë ritëm, se ne mundem edhe me ondalë, po nuk është se je vetë vetja pastaj. Shë që ma mirë me vazhdu kësë shkështimi. Po më përgjithsi femrat, më mendoj që mundohemi të gjitha gjanat me inzonë. Edhe familjen, edhe punën, edhe shpijen, edhe pjesën e emisionë, që marrët s'ka qenë pjesë e jonë. Ju qeni jeni në media, veç që s'po marrë në rrugë. Problemi është i këtyne. Nuk e di pëse s'mo na bagoj. Ta di, ma di më për sot është festim muslimni. Mos me të me të bash, Nor, që shukon viti, unë e di që shukon viti për ty, po adin që në kitë kornizë, në jetës shumë të shërume, jetës shumë plëcume, unë kam qef shumë mishke limitet edhe njerëzit më na po që kjo jeta që e bojna e dën një angazhim të jashtëzakonshëm.
se ndikimi i rrjeteve sociale fatkeqësisht është shumë i madh dhe është shumë i keq. Edhe njerëzit e shohin veç dritare në Instagramit, TikTokut ose çka do kudo që postojnë, edhe duket që Ina jeton në 12 yje. Ose Nora jeton në 12 yje. Po dyqysh viti si vit është nështë aja performanca jonë jetësore, mrena një viti që na i narëzoj e na qu. Ka po sene që në kanë dështu, por në kanë një mu me i korrigju sene tjera, që shu kam për ty edhe a ka naj sen që i thash edhe hinët që, për shambull, nuk dënë me menu ose me u këthy ka qajo, po do mos dëshmërish kam e të njekë edhe këtë vetë, që shu kam për ty si të nësi kështu. Ajo që kam në njekë është rutina e përditshme, është kjo puna që e kemi, po falë Zotit nuk mundemi mu anku, sepse pikërisht për këta po punojmë edhe po lodhemi, mirë po gjitha mundet, sakrifica që i bojmë, fakt është e vërtet që nuk i shfaqim rrjetet sociale, gjithmonë i shfaqim ato pjesët e mira, mirë po shumë shpesh i thëmë pacientëve të mija, dhoni kam nështë ato pjesët e këqija që i përjetoj, po mos mendoni që kemi jetën perfekt, se gjithmonë i kemi ato angazhimet e mdoja, lodhjet, pa gjumësia, mirë po prapë se prapë unë mendoj që kur e keni qëllim dhe e din se ku do me arrit, atëherë çdo gjë ja vlen. Unë e thash që jeta nuk ishte qenë interesant ose kishte qenë gjithçka mirë, gjithçka bukur, po i ka ato ndoshta ato valte veta që shumë shpesh merr për mirë dhe shumë shpesh çon për keq. Mirë po momentin kur ti prej një të keq që s'vjen deri tek e mira, atëherë thu që jam njeri më i lumtur në botë. Në momentin kur vet merr ajo vala e keqe, thu pse Zot po ndodh veç mua, po në fakt ndoshta ashtu i ndodh edhe shumë njerëz të tjerë në atë moment. Kështu që duhet me pikërisht. Unë mendoj që me balancu vetë. Si që kesh, nështë ta kështë qenë me luftu. Momentin, qoftë për një smundje, qoftë gjitho gjatë që ndodhë, unë mendoj që duhet me marë shumë qetë edhe me mendu që kjo mundet me ndodhë gjithë se cilit. Kjo është jeta. Me trajtu ma mirë. Mënyrën ma shire, po mënyrën mendoren që ose e lufton gjitho gjatë si smundjen, si ndoj një fatkeqësi, atëherë ajo mendoj që është ma e mira. Ma e mira. Zi menoj që edhe në aspektin filozofik, psikologjik, po edhe religios, fetar në cilën fe, thuhet që edhe është se e dina e këna përjetu për me mrit dhe të drita na përplasim i shpesh. Për me mrit që e drita e madhe e mirë, kështu që... Do shtë të shpesh të maja piramidës. Po, shpërblimi kur vjen do të më ardhë, mas i ke kalu diqka. Nështë për shkak nuk kanë meritor. Unë po e ki qëtonë se është kam pengon shumë. Shpërblimi nuk vjen, duhet pak me urdzue, me uqu, me umsue, me gabu, për me mritin një shpërblim që nështë e përjeton ndrysh. Se e ke bo vet, e ke mdi vet, edhe e ndin kështu primrena si diqka tonë, si një rezultat punës që ti vet e ke bo. Nështë nuk vjen asgjë e gatshme. Edhe shumë shpesh e shoh për shembull thotë tek suksesshme, po momentin që ti rrin gjithë ditën edhe nuk punon në atë aspekt, nuk është se të vjen diçka prej qiellit. Suksesi është duhet me mundu, me dhënë shumë për me marr pak. Po, edhe fati është pak të njerëzit. Unë besoj që dikush munohet të tentohet, po gabon dikon rrugë. Nështë ta dikush mundohet 5 fish ma shumë se one se ti, e jep zor, po ka shkel dika gabim. Edhe nështë ta qajo nuk jep rezultatin. Tani është pak edhe kjo fines pequ e vogël, po është kjo vlera e fatit që Zotin e përcakton gjithë se cilit. Dikush e ka fatin ma të le, dikush e ka fatin, po du të me kalu në për labirinte. Nëse ke fatin po s'dite me përdorë, me doj që të shumë. Momenti që se ke fatin po mundohesh, atër prapë se prapë kemi arrit. Ja dhe na erdhe edhe Flora, miqë të me në u bashko. Miqë se erdhe. Pas ka vlet vonesën. Miqë se erdhe. Që kam. Spontanisht që shtu po hy, po ju përshëndeti. Faleminderit. Mirë, faleminderit jo. Që shjene, faleminderit që ta ashtu si yje. Si erdhe. Si erdhe. A je mirë? Mirë, ta te. Mirë. Që shumë ka të vjen mirë, ullë dhe shone tjetër i kemi edhe. Kemi edhe këta dy kuzhinjerë që... Përshëndetje. Do me tha mjegull. Tash ma mirë vonë se sa mos marrë hesh. Kështu që Që jam betur, thash. Jam betur, mirë se na erdhe. Mirë si u gjeta, kënaqësi me qenë në mesin e tre zonjave të mrekullueshme, të cilat unë i dua dhe i vlerësoj shumë. Dhe sidomos në këtë natë shumë të rëndësishme, mendoj kisha dëshiru mu kanë me juve. Po presim me qenë bashkë.
E ki parasysh për trajnë këtu, E vërtet. Valentina e kaloi rëndë. Unë e kalova për herën e dytë. Ju faleminderit shumë që Kënaqësi shumë e madhe. se janari është pak edhe i ftoftë edhe po vjen prej një shteti tjetër ku normalisht janë procedurat kufitare të cilat na marrin kohë dhe faleminderit shumë që je këtu me neve. Kënaqësi shumë e madhe. Edhe që ke ndonë kohën tonë se je non, e kini qik që jo për gjithë shka e len. Kufizohesh me ndo kohë, kështu të nështa për gjithë shka, faleminderit shumë që je këtu. Kënaqësia është e ime, unë e thash për mua është nderë dhe kur ma bone ftesën, i kom zhvendos krejt angazhimet që i kom pas, sepse kisha dëshirë, edhe pse nuk është në karakterin tem me u vënu asnjëherë, po janë ca gjana që nuk më varën prej neve. Po nështë ta që kjo hyrja jote e madhështoj emizionin, se dhe shumë Po s'është në karakterin tem, gjithsesi e kompenzojmë herë tjetër. hyrja ke madhështore, po dukesh madhështore. Faleminderit, dhe ju të trija po shkëlqeni si gjithë. Na kem të folë qysh ja qetim ka pakin qëti viti që na la, edhe në ndërkohë paka shumë pashmangshme me folë edhe për sfida, për gjana, e që zbesoj që s'ka njeri, ai që del në kornizat e perfekcionit besoj që nuk ka aftësi me i dalu gabimet edhe të metat. Pajtohem. Kështu që unë besoj sa ma shumë gabime, viti tjetër ka me qenë shumë maj sukses shumë. Ka njerëz me gabu qëllim shumë. Po, pajtohem. Qysh i ke pas vitin? Ke pas sene të reja, ke pas Ndryshime, të reja, po. ndryshime. ftyra të keshe. Pas ka shka më nga kalzu. Po mëse si jo mësu me u regullu, dhe më tonë po më duke që jo më bo tjetër identitet, që më zëmë këshër një qydet Po nuk është shumë mirë për ndryshe. Nuk e di ku i lam do vera. Interesant. Bisedoni ta marrë një vetë, po duke ta Një vit shërbi. interesant ka qenë për mu, sfidus, nuk ka qenë as pak i thjesht, kom bo kthesat mdhaja njët, po që, si që tha Valentina, ndonjëherë është janë të mira ndryshimet njët, mu më kanë ardhur shumë spontanisht, unë jam si tip spontane, nuk i planifikoj gjanat shumë ma herët, po që gjithë shka që më ka ndodhur në këtë vit ka qenë shumë e mirë, shumë pozitive, si për mua ashtu edhe për vajzën, të dyjat kemi, ajo boni transfer në një shkollë tjetër, unë bona transfer në shtëpinë teme, ku edhe jom rritë dhe jom zhvillu profesionalisht, në Alsat kom fillu që fëmi, edhe taman ka qenë këthim në kohë ky vit, më ka kthy 10 vite ma herët, një dekad ka qenë gap, ajo hapësira kohore pas rikthimit teme, dhe unë jam shumë e lumtur, po e përmbylli këtë vit shumë e përmbushur, me energji shumë të mirë, dhe po uroj që edhe viti 2026 ka me prit me gjanat mirat bukra. Gjithsesi edhe na turojmë që viti 2026 jo veç për ty, po për secilin person me qenë viti shpresës. Uroj shumë. Viti të mirave dhe secili që ka kalu në periudha të rënda, ka kalu çfarë do qoftë, shpirtënore, shëndetësore e financiare me pas përmbushje, jo me pas bollok, se bolloku po na dëmton. Nuk po na tjetër son, po na tjetër son. Punon edhe kur punon shumë, në fakt, si na 4 qena këtu dhe ka shumë gra tjera që punojnë tepër shumë, do të me pas. Tjeti me ragjushëm, nuk e di pse e konsideroj shpesh gjërat. Ne s'kemi kohë me pa, kështu që... Jo, edhe nështë edhe kur si ku me jetu shumë në to, nuk lazrosh. Nuk lazrosh. A i një më tuheq? One po pak. Ka shkume. është jo e hajës. Unë përdu me i pyke se qka... Jo, kom vënu edhe ushqimin, ndoshta. Jo, ja, jena në ko... Qa kena me ongër sot, Gjakovar? Të ju prit jam. Qka Të ju prit në vetë, në e bona veç. Qa ke varu? Ta shti, qëto, me sikështyrni që shtu se qëto kanë të pru. Po? Jem të bo një farpite me kungëll edhe me molla. Po nuk ka bashpite, kjo se o gluten free. Pa mill, kemi kungëll, kështu tonin, captun, dardh, edhe 3 llojet mollave. Granny Smith Apple është një farë mollë pak si e thartë. Mollë të kuqe, si ome së është, edhe mollë dverdh, që ka një farë shije ma të fresk, kështu, edhe dardh. E këto pse po i qetë në betjet? Bo një zilja o zinë votë. Një sekund. Ta shti... Nuk po besohet që e kanë qu Gjakovar dorën që ka A jetë po qka? Qëto e kanë kretë lezet. Qysh more për ai qetë, që thoni jo këtyne në fund? Unë e rojnë gërdoja. Gërdoja, po, gërdoja e thojnë ana. Po që ka hala mollë këtu,
E kjo është shën longin, e qaj longi, në fund, jashtin lezetin, këtë këse farë pjekurine. Pajtona me heroj. Këtu kom qitë do fora qia. Kuzhin zgudzë mu gjuhë për gjallë. Do më thonë, qka është e mundsh me dushmu përdo deri në fund. Mëje. A thash, që e sa ashtu edhe në Prishtinë, Peru i kanë hajvalia. A me se ki dojtë në Gjapo, pa iri? Ka diçka e lidh, ka shlotin. A e lidhë diçka. Do më thonë, sa këna me prit në mbëlsiren? Shkjo bëhet përja 30 minuta, kështu që pishti shpet e shpet. Okej. Ndërkohë që pjeket o Melsina, unë e vazhdoj e bëj një salat. Mos po të në furë temë, Qa kom qitë qetër, qëtu kom qitë kanel, shrup, maple syrup, do më thonë shrup se pëmës maple, atje në Amerikë rritët, ka rastisë dhe mi po live, edhe mjalti kom qitë, na shu dorën tash, viti Ja, ri. shumë e paske shumë viti ri. Viti ri. E ka bjerën sponsor. Edhe gjalt me ashti që atë erën e baklaves. Në bo zemra, Menzi po presi me provu. Era, menzi po presi me provu. Popovic masnaj, na ushtojnë vesht pak Pit mira, ma, pit lirë. Pak kolesterolin mi Ku i të shku? Ku i ka A shkon bëni ti? përdorë që të furë, Gjithë të se gjithë sa jo Gjakova. dështoj me Fakturën a pëtën me kështu. faturën, Nuk... i qo këty në studio. Kastriot ti qa kemi nga bo, se kome të mytë sot në ditën kjo. Kretë ka ti kome najtë. Po na këna me pregadit një linguini, peperoni, buhet me forat pishës, e me gjalp, me sugjuk pikant, domatina, parmezan crispy, pak orra edhe vend bardh. Okej, do më thonë që kjo ka me qenë diçka ma ndryshe, se s'kena po linguini që shtu në qitë sistem. Ko ka recitë shumë e veçantë, ko ka Edhe ekskluzive më falni, pak. edhe rukolla. Edhe rukullën. Një salat këna me pas me rukullë. Po salatën ja kom lanë dorë Gjakovarit, herojit, a i ka mu Po. merë dhe salatën. A bëjnë mi loqë që të lakën që atë? Ata shmenerë me kusht. Edhe Do ujtë. thonë, Më ndilë këtë kënina, unë Ndar sani. salat, ndar salat. Qa këna me bo me farat e pishës? Si kënë e vëdala. Këtu mas pori, do me thonë kavërdisen, bashkë me sugjukun pikant, domatinat, edhe forat e pishës, me gjallë. Bëhet aja kavërdisja, ajo lidhja, mas nejna shtohet vejna borë, edhe qitet pak pesto, se ceka në fillim, pak pesto, edhe do me thonë bëhet kavërdisja, bëhet lidhja këtyne, mas nejna qiten edhe linguinat, edhe rukolla si në fund, do me thonë elqen një farë, si farë, na i thujnë atë të tëllë, elqen një farë, po lidhet shumë. Lidhet shumë edhe- me recitën. Në fund që ky parmezoni crispy pak. Qipi bjen, prej të dëve kemi me pas një pjatë, një salat, një pjatë kryesore edhe këna me pas desert. Po. Merë sa më riva me ka, prej Gjakovarit. Fillim e marim Me deserta. Gjakovës, kurse Prishtina ka rolin kryesor, se o krye qyteti. Okej, vazhdojnë jo dhe kini ullësit këto, kur do, më na i sjell me ullë, me u bashku me neve, jeni pjesë e emisionit, që ju e fatkesisht pju bjen me na shërby sot. Ju Jo, shërby ne bëj grove, sallatë ju shpejt, shërby shpejt, grove, ulla mas kini nej. po ma mirë, kini po ma mirë. Ka për respekt, Ditë faktën me përjetu. Ku mori libër me veti që fol një mualife, unë lexoj libër, se kam problem. Se di herojt a i bjen veç mu, këtë shpesh unë bjen me shërby grus, kështu që unë e kam pak pravoje, kë nuk e Shumë di. mirë. Ja, unë se di atë ndjenja. Se halo, ani fleti. Dashuria fillon nga stomaku, mos e harroni këtë farë. Si nuk je unë këtë senet që në rregull. Nuk na vë makimën adhip në gonë. Karikatike ne, kur do që keni ko, na ngini neve mu një martë. A një mirë jo Ama jo shushini. njerë më zvinë mollë. Jo, njerës po vinë ditë na shërbi. Ina unë tu. e këna me një orë se nuk gjotë ka bërë. E nisan me vesh, që s'ka lidhje. Bëni sallatë. Unë s'po besoj që mja qelë qantën florës, ku me ditë qka kanta. Besomi që jo. Atë ka me qaj sa në viti 3? Jo. Kur gjo, qysh bre. E tash në fillim jam e hajës, kërë mu së med, kur gjo për nesë. Nuk e di qka puna, sa mytë të hongër, ama nuk do Gjenetik. Ka peqon. Hargjoj me në shgjishë. A jeni tipa që bëni ushqime për vitin e ri vetë? Për festën, natën e vitit 3? Oni dekoroj veç.
Do me thonë, edhe një banana. Po këto s'ha. Jo, këto jo. Nuk janë të mjatë. Qa të korona, ushqimet po mëna? Po. A, ushqimet, e? Edhe qaj është me rëndësime, Shumë me rëndësi. Pavarësisht se e shishma është, nështë mënyrën se qyshe servan, pjata që fare qëtë, salvetat, thikat. Nga zemër, unë shkoj fundit e shtëpia. Kështu që ata i kam pregadit krejt, e tani adin shkoj vesh në pak edhe lujat rolin kështu adin kështë tash edhe në përmarrë. Prekja e fundit. Na i pika të këto. Vesh që aty marrë pjesë edhe nona jam mytë të më livdu. Qesa mire ka Unë bërë. nuk e dipë se kom thirë nonën në mision. Se ha gatun shumë mirë edhe është në zoja është zakonshme. Edhe nonën tami shkoj. I kemi provu ushqimet e nanës Norës. Nuk dyshoj që nona Florës. Adin se kjo përshëndet nonën tem, se kur kom qenë në emision këtu edhe më ka thonë nona jam që shpëgudzën me shku. Se jam perfekte. Përveç kësaj që kemi nonat shumë të mirë, kuzhinierë shumë mira, neve qikam na kalon pak anash, se gjithmonë e morën atë primatin ato. Edhe ushqimet tepër të mira, kështu që kur e bojnë diçka nuk krahasohet me ato dhe ma mirë lekej s'provoj. Edhe pak të na kursysh ka ku i dinamikës të punës. Nështë pse na vdokën ushqimet e nanave tona që s'dina na me i bo, nështë është veç fakti që ato e ka një përbërës që se blena. Po, që veç ato e dinë se qyshe bojnë. Ja, është ndjesia e nona aty mrena. Edhe që ato s'kena ku me ble, edhe sa dush mu e tentu mu po kuzhinjeri mirë s'u ne hanë, se ti e hanë, nuk e hanë veç ushimin, po e merë ndjenjen e nanës, atë erën e nanës, a ki po ku shkojnë kur jena shku, se tash, veç kur shkoj me najt na herë, kur jena shku në shpe, gjithë kur s'ka ardhë era ushqimi ke ditë si sështë aty. Shumë e vërtet. Dëgjysh, unë nuk dina i parfim nanës sa, unë veç erën ushqimit janë edhe e daloj në shumë sene, shumë cilësia, ma në ushqimi daloj shumë. Edhe për qëta janë të sene që nuk mërina mi bojë mi kry. Po jo, a keni recetat juve, kështu që i bëni për vitri, që ti përveç që po dekoroj që shumë. Edhe si Ina, normal na punojmë edhe me të rëzenitin, deri vonë. Faktikisht i bjanë shumë pak kohë për me pas, vini ndreshën shumë me të lirë rëzenitin. Vjen diaspora, se më nësë me në përdojmë. Nuk është të ndojë. Sinqerisht, Unë vitin e ri nuk është se e shioj me tregu drejtën, se gjithmonë, vetëm me të parin e kemi pushe, me dytin me njerë vazhdojmë punën, shto që për mu vit i ri është pjesa ma e ngarkune e këtë vitit, shto që nuk e shioj asë njëherë. E këshiu kur s'kam qenë punë, po ta dalim shioj. prap me një anar, njëjtë është një kapitull. Një dorë ke zakonshme. Shumë e vërtet. Kur kam qenë para se me fillu punën, po atëherë e kom shiu shumë mirë dhe haloj moj mend veç ato ditë. Prej kur kom fillu me punu është krejt tjetër dinamik, tjetër jetë. Nuk është se kemi Nuk janë hapësirë është ta me ndje fesë. fesë. E festojmë mbas 5-6 janarit. Po, ani, ka shumë stil që për shkak të punës, ngarkesës madhe, e zhvendosim bak vitin e ri me kalendarin e vetë. Ka agenda jote të është kalendari Ka që 8 vite që po e zhvendosim kështu. Flora ti, atë mrin, Kiko, a mrin me bo diçka, një diçka të vogël? Mundohem, tash që që tha edhe Nora, edhe na emisionin e fundit e kemi me 30 nishin, as njëherë nuk na lajnë me përmbyll me 30 vitin, po duhet fix 30 nishin, kështu që ajo euforia para festave, xhirimeve, stresi, madh, duket se nuk na e lejon as me shiju atë shpirtin e festave, po na në shtëpi zakonisht e kemi atë ritualin ton të ushqimeve që i përgatisim gjithmonë të njëjtat, ama gjithmonë na shijojnë, nuk e di, është ajo sallata ruse që s'ka shans me mungu, e bojmë me bollëk që të paktën një 10 ditë janarit me nas gjatë ajo sallata dhe më qaqe, overdose me sallatë ruse, mande janë ato kiflet, ato gjana djathna që më knaqë, nuk e di, janë ajo pjesa jeme preferume me familjen. Unë pjesën e dhjetorit e shijaj vazhdimisht krejt gjatë fillimit mujit, se jam tip që bëj shumë dhurata, edhe marë dhurata. Faleminderit që na kjepë dhe njëve dhuratat. Po ju keni e mbra pas kena tje. Jo asë një dhuratë të buzë. Unë në arda ka s'po di diçka. Mi që si mi duar emisionin gjirot para vitit 3, po pengusim që të të nga japë në të. Okej, ama të është nësë punina mirë, Të kemë bë pak Jo, fanë. me naj që duhet me jau kujtu pak njerëzve, se duhet pak me bo më një mirë edhe gjatë muajit dhjetor, nuk është gjithë shka vetëm ta vëdina, po, adin vetëm qaj e natë dhe nuk ka tjetër, se nëntor, dhjetor, dhe qësh janë këta mujtë kur e din që të në vitin ke qenë, ma i së ngarkuar, të nga me zonë korikun, shtatorin, dhe me thonë gjithmonë ato planet e se cilit prej neve që janë, edhe kur ja jep të dikujna një dhurat,
do me thonë e shkru një kartolini diçka, e vlerësohet njëri shoqja. Mirënjohja është e jashtëzakonshme. Mirënjohja është e jashtëzakonshme. Një laps me ta pru është tregon që ke mendu për mua. Normal, për mu kanë me rëndësi edhe që ato në sylo pa dhurata, ju premtoj publikisht. Jo. Ama edhe nuk shkruan e shlirë, ama nuk jem tip që nuk i lo pa dhurata njerëz që i du, ama një dorë me pas ina na vjen me lule, me çokolada, krejta. Edhe për vajzën tam herën e fundit kur jemi taku, domethënë çka që u befasu Blina, krejt në detaje ja kishte përgatitur atë dhuratën, domethënë na ke fascinu. Që tash do të thënë edhe tash, atë kam thonë që po ke bu dhuratën e prapë emocionona. Domethënë i du emocionet edhe vlerësimet e njerëzve që unë i kam jetë se janë të rëndësishëm me pas një shoqëni e mirë dhe njerëz tjerë. Sidomos në këtë kohë që jemi tu jetu, mendoj që miqësia është... Sidomos në këtë kohë që ka pak. Po. Në kohë të krizave të vlerave. Unë nuk është se s'du, po shumë shpesh edhe harroj. Dallon njerëzit njëjtin probleme. Njëjtën e kom pas kur kemi ardhur te temi i në kur i pash kjo dhuratë thash unë pas na harroj dhe unë ola. Na bëu një keq. Tash ka u. Këtë ndjeshëm ashtu të dhuratat e mia, se kesh në zonën, me pallto mirë flokt, kështu a mos më pyes stylingu. Mase kur më pa edhe kjo, domethënë ka edhe kjo dhuratë, kështu që Joni thash që si kujtu edhe për mua tash. E tash që mendoj detajet, më duket se shoqënia jone është forcuese edhe kur erdhet në Shkup erdhet me bereqet, me shi, unë sot me mjegull, dyqysh kjo është një farë shenje që jemi në rrugën e mirë. Taman, shumë spontanisht jemi bu mikesha dhe unë po ndihem shumë me fat që ju kam një, sinqerisht. Edhe pse nuk shihemi në ashtë atë, sa do kishim dasht, po ndërsjellë. shumë të veçanta jemi. Dhe kom dash me cek, po ma morim lorë. Pikrisht kjo nashta ky viti, një diçka të veçantë që kisha theksu, është pikrisht shoqëria jo. a bëj me thonë edhe unë si mësat, edhe në mendoj. Shumë bukur po duket që. Faleminderit. Është kjo klishea që thonë ndërkohë qyshje të hola shumë bukur po duket që. Ti nuk më do bukur se jena në edicion festiv. Dikush, kur për më këthy të dhurata se kështu i kena muhabetet kështu pak të shpërndara, këcem për një temë, i qala nuk këcem që ato tema që s'dojnë. Unë jo, se di se ka kamera një të se përndrësh. Nuk do se do të me raportu se cila për Ferizaj, për Prishtinë. Po, Ferizaj s'kish ka raportar, Ferizaj gjërat të mirë. Gjakov pare se të tjera, ama është një këtë së një ko. Që Gjakovën e kam këtë, s'kam në ky folë për mua. Për ty po ta Ky folë për mua, gëmë për fatësan. Kur kem të folë për dhurata, shumë interesant që ka njerëz që janë lind me dhuru. Po interesant është feedbacku nuk e kanë të njëjtë, nuk u marrin kur. Unë për shembull nuk është që s'marr kur, unë marr dhurata, po jo sa jepi. Edhe që thohet të ndjesie, çaq mirë më bën muni kur ja shoh fytyrën, veç dikujt na reagimi kur jepi një send. Për mu kryet që e ditu përmbush atë nga si baterie. E dhuratat nuk është që njerëzit nështë jo që e bojnë që e dëmton financiarisht ose diçka, po dikush thjesht nuk e ka kohë nështë sa dohet, i kushton shumë a shumë kostoja kohore se kostoja financiare, po dhe dikush për shkak se lind me një veti që harron, që nuk është i kujdesshëm, e që është detaj shumë i rëndësishëm për karakterin e njerit. Për me bë mirë. Për me bë mirë. Qoftë edhe partnerin, se unë për shumë kam shoqe që si kujtohet nështë burit vetë mja bu asni durat, asni dark, asni kur gjohë edhe tirin edhe për kësi rasa, dhe mu konsultua, dhe qka kështë tonë me ba, nuk është që se ti vishë përgatitje, ama po. Ti vishë përgatitje, vesh kena me që kena kriza, kur doj me marrë idej për durata. Jo, në qatë numër e ka mua, qka me ble durat. Po, ama është diçka që Buri grus. Qëre, ata dy tash e kanë raportin, jo, nuk e di, ata dy e kanë raportin që ajo e din qka i mungan, ose aja soja në silët, ose... E din qka të ndolla fix. Ama, une mu i me adhonë nështë avesh një ide për një dark, ose për një dhurat, po ti kur nuk e kitë lindur, ma mrena vetës të jelë shën vetën, dhe me thonë kalen për dishmërin tonë, e cilin e kise, mi aftën që nështë du të më qenë edhe kujdesit tjera. Regjia është ka mundët edhe gruja burit që du të mija për regjia. Gruja burit? Po gjithë shka. Gjithë shka, jetën. I ka dhonë bollë, unë i kom dhonë bollë dhe nuk kam nevoj ma shumë i bleku që a i kare. Se ka të ditë në Argentinianë arë dhe shka Nëzirë Po këtë që dy dhe A keni vendosë për dhurata, jo? Që ku e keni? Jo, ta shumë të jam në emision, këm dollë për që.
Ashtë na jemi me një falë që e pëtë, qka pëtën? Qka në mungon, qka pëtën të? Jo, ama nuk është dhurat ma. Do me thonë, edhen para prakisht vetë ose qka për qef. Po, ama për shembull nga profesioni i burrit tënë, ti edhin që ati ma shumë, do me thonë, i shkojnë këmishat, kravatat, këpucat, një të nësemblin edhe për ty. Kjo do me thonë që ka me një shkruvi njerë. Pavarësisht mendoj që na e nënvlerësojmë, po mendoj që edhe meshkujt kënaqen me pak, me detajet vogla, edhe pse na ajden mundohemi kur bëhet fjalë për mashkull, nuk dim çka, kemi dilema, jemi të kufizuar se te gratë është ka që çka që i blen. Atë meshkujt po mendoj që është gjesti, që ajo që po e thotë edhe Gjesti ka shumë që e ke mendu. Po është edhe njone, normal, dhe me thonë këto stane janë këtë që e kom një nga përshoqet mija, thojnë, ja kom bo një dhurata, ma i kur qys ka regu? Ok, ja ke bu veç një. Dhe me thonë, nëse i lidhe me të që 10 vjetë ose që 20, e qysh ka mundësi për 20 vjetë me adhon të vesh një dhuratë. Normal, s'ka regu kur gjo, se nuk e dina ka intervenu nana vetë, a motra, që që kure i bën ma shpesh, dhe dhuratat janë, se di bre, janë sani ma i mirë, leqë është emocional, por është diçka shumë e vlerë, që ti kujton çfarë njeri ki për balë. Edhe ushqejet një marrëdhënie, unë mendoj, dhuratat, kujdesit, është nuk duhet të bëjnë ato dhuratat, më thonë. Pikërisht dhuratat e ushqejtës një marrëdhënie. Kur është materialiste, nuk është shpirtnore. Por çfarë po them në shumicën e relacioneve është banalizu në nivel të skajshëm. Mënyra se varet kush çka do të mi dhuru. Na po flasim këtu për dhurata simbolike, dhurata që për ndjesi, për dashni. Për që japin ndjesi, më shumë se sa diçka që është materiale, qoftë lule. Lullet edhe pse më dhime realisht me ble lule, s'di pse sa t'u prishen, po lulja është i vetmi sen që ta kënaqë shpirtin mas shumë që nuk ka, është e vërtet se s'kanë shumë jetë gjatësi lullet, ama është moment i bukur kër i jep lullet. Edhe nuk gabon, me lule nuk gabon. Hajde. Lulja huaj bukuri, se është e përkoshme si kur njeriu. Qa tha më nëju, ne? Të gjakova ki vena e lullet? Po. I ka të mamës në barë. Nëse seriozisht, po ta prej kopshtit vetë, bojnë buketin ose kom vishme së pak. Po qatë bukurie ka lulja dhe është e përkoshme. A jonë be për një me edhe në këtë pikë Gjakovarta, a ju ka dërë a jeni për një me edhe në qatë nivela edhe lullet të Unë menoj që këta që në ekonomista është ajo. Mësë më pas me konë më bua e gore, nuk i shkone interesant, pa dit duhet bre. Ama dhe humorin e Gjakovarve më do këtë se ka kërkush. Edhe gjithçka është vetëja ma interesant është që gjithçka që me këta ndërlidhjen është llogarit Gjakovarve, llogarit vlerë. Kjo është vlera më e madhe, se nuk kanë, se këto tjerat pak e kanë një farë doze bullizmi ndaj njëri tjetrit ose përqeshje. Gjakovarve kanë krejt në llogarit vetë. I kanë komplet, i kanë llogari. Po është kjo kultura malsore. Hajde ulëm çto bëjmë muhabet, hajde. Se erdha, hajde, pasuriata i gati edhe. Çka deshte me thonë edhe diçka? Po thëmë është kultura malsorve, paka shumë, se Gjakova pjesë e malsisë madhe. Geografikisht është pjesë e malsisë madhe. Se mos kesh pas Kosovë, Shqipnije, të shkon që Shqipnija madhe që vë folim, na ishim konë zone a malsisë. Po, definitivisht, veç jo, Gjakova është veni zona e intelektualizmit edhe malsia e qytetrume, malsia me nivel matë madhe në shta intelektual në Kosovë, shpeja dhe Gjakova. Ta ne na tjerë të vish për këtyne që ka i na mësu. Ashtë ja bëj qefin bakë. Në Macedoni, në Shkup, na e përdorim këto që shkupjanët më të mirë janë ata që janë me prejardhje kosovare. Dhe këtë kena krenari, se din shumë shpesh këta që vinë nga... Sidomos ka kanë shumë lutshmëri familjare me Ferizaj. Po, Shkupi nuk ka kështim me pata me Ferizaj. Kështu që na e kemi krenari, na që jemi të Kosovës, na thojmë falë, një mos na ngatroni, na jena me prejardhje kosovare. Mos na përzini këtu. Ne jemi përbërje tjetër. Definitivt. Hajde ka zona në isën ti se dishka sot na... Deshta më ndërlidh të kjo pjesa të dhuratat, se unë mendoj që edhe vore çfarë tipi je, edhe sa romantik je, nështë ta në qeft, se nuk do me thonë nështë ta veç se tash po flasë kundërinë. Tash nuk duhet debat. Unë Valentina me dhe japim. Mire ceke se për shkak që është banalizu nështë ta kjo pjesa dhuratave, sepse gjithmonë këto dhuratat e thjeshtat vogla që bëjnë me mendu që është të mendu dikush për ty, nuk kanë më vlera, edhe nuk ta merë për bazë, vetëm këto dhuratat e mdoja. Kështu që prandaj jam kundërin, mirë po, prapë se prapë jam, po, pse kur kujtohesh është shumë mirë, mu kur ma bën dikush një dhuratat me të vërtetë më janë shumë mirë. Dhuratat e mdoja. Se dhuratat e mdoja ja bëj vetës, ja bëj familjes, ngushtë.
Diçka? Një veturë, shtrajt, luksoze, një... Çto janë Tash ato këto, për momentin këto tash. Me çto po kënaqen, domethënë njerëzit. Do me këto përmbushen. Materialja e ka Kur ju mungon shpirtërore. dashuria, tani ka për normal në kire, në banesa, në toka, e Po, ku i dion. Atë zbrastin që e kanë, ama mundon me ajo kompenzu me gjana materiale. Po. Ajo është diçka kalimtare që nuk. Po jo gjithë se cilin qift ka këtë lukse, këtë mundësi me bo dhurat, me shkomby dhurata, Kështu që është mirë më knaq me pak, jo me normal. vetëm me shumë. Definitivisht. Kanë humb këto vlera, unë po e shoh që ambalazhi tash është nuk ka më përmbajtje dhe mua po vjen shumë keq që po e shoh këtë realitet, se po e shoh edhe funksionimin e shumë çifteve, kam shumë mikesha A është ma ndryshte jo? Është ma ndryshte jo çiftet? Jo, fare, nuk është ma ndryshte, edhe te na ka nis luksi, edhe kredi hy njerëzit, veç për foto Instagrami, për me shku me bo një pushim luksos, hyn kredi njerëz, do me thanë diçka që one logjika nuk e kap këtë. Po në që po shoh dashuria dhe po rritet vetëm luksi. Dhe nuk shikohet Po dhe rrjetet sociale kanë bërë vetëm për dashuri, po ma shumë për Rrjetet sociale po bën veç për mu pa, nuk përjetohen ma. Rrjetet sociale janë shumë të mira nëse i shfrytëzon për punë. Për mirë, po edhe për jetë edhe për gjithçka, po ju vish mrena saj me jetu. Po me jetu Ama jo për ashtu, ti. jo, po jo me jetu falc. Jo me jetu falc. Jo me jetu Ashtu falc. edhe kjo gara, çatje që e bën, okay. Qyrena, nuk mujna mi qitë momentet e këqia që muj mi pas. Patjetër. Ti ke mujt mu nis për një udhëtim, ka mujt me ndodhë diçka rrugës, qa po dijon e jo, vish për mes qiftit e me thmi, po ka mujt me ndodhë diçka ketë në rrethana tjera, po ti qatë sa nuk mundesh me postu, normal. Po vetëdia është e olt, po flasë në Kosovë se vene tjera nuk është kjo. Çka më se kishim postu? Po vetëdia e njerëzve është e olt me te pjesa e perceptimit të situatave. Nuk dini me perceptu, për shembull, mundet me ndodhë një udhëtim për shkak se ti e ke pas një problem, ti ke mujt me pas një ngarkesë jashtëzakonshme, të është dash një pushim, ose me rregullu një marrëdhënie, nuk po flas për veti këto, po flas në përgjithësi. Kjo thon shumë për ata që se di. Po, për shkak po ja që Kjo thon për dashurisë se këto. Ja, veç kur është që Valentina tham, okay, cili destinacion Ai ka pasur na i vonon në këtë emilia me të tash live se kom në weekend as nuk i shkruaj se e di që s'ka. Jo, i shkruaj me kohë finaço, e di E dhe pëse i shkruaj. Po, mëra e ka tregu arsye, unë për qatë nuk i pengoj asnjëherë. Për çfarë du me thonë që jo, ajo ana tjetër nuk mundet më u postu dhe rrallë e bojnë, kanë fillu me bo njerëzit dhe po më pëlqenë, për qëta njerëzit që ju bojnë është për shkakun edhe kam dikon kështu në rreth që më ka thonë interesant është çfarë shumë po prishin çiftet pikërisht pi postimeve të njerëzve që dalin që shititen. Thash po kjo është vetë vidia e olte atyne. Po do se. Thasë unë jetoj mënyrën tem, qysh unë kam sa di sa kam. Unë du mi përjetuj të thënë maksimalisht. Unë e përjetoj mas ditën shpesh shumë. Për shembull është luksi më i madh. Po na ajo lakmia po i çon Po lakmia ma. Vedia është më shumë se vedia e nuk du me pas atë ti pjesën. kime çka mu kënaq. Përderisa e ke shëndetin, e keni punë, e keni familje, e keni stre. Po që kjo është tani ma i mirë. Unë mendoj që njerëzit e pa përmbushën një jetë, qoftë profesionalisht, qoftë privatisht, e kanë këtë garën që është shumë e theksuar në rrjetet sociale. Unë tash sfundmi e kisha një çift ftuar që unë i njoh personalisht edhe jam për një me shumë cool, shumë të mirë, shumë të natyrshëm, edhe ai tha unë tha krizën më të madhe me gruan tem, ta jam të përjetu vitet e fundit, shkaku i Instagramit. Ta Instagrami është bë problem kombëtar. Unë më mbyll. Po, kamane bëni aktive, ta kërkoj nga Instagrami të paktën mi hek opcionin e storyve se na mytën gratë, shoqet shkosh shëtit. Po, okay. Unë të kisha thonë ndërlidh diçka te Po se vinë musafir, do më thonë që shumë ka rol me kallëzu se çka po hanë. Edhe, do më thonë, me ushqy audiencë. Unë e voja punën ta maksimale, e jepi maksimumin temë, do më thonë, për mi shku çdo sen e mirë në tavolinë, do më thonë, edhe aja i hup një 10-15 minuta të bo storje, edhe mas nej ma bjen mu në kuzhinë për jatën kamarije dhe thët po ankohet mishteria i fta. Po fto se 10 minuta s'kan shku. Nuk po jetohet më me Po jetohet për rrjetet sociale, do më thonë jo për knatësit vetvetes, po për të mshet dikush ka përgjashtë. Ushqimin s'duhet më u postu heq. Jo. Unë vetë nuk postoj asnjëherë ushqim. Unë mendoj që kohë që është shumë aktuale, është shumë momentale, është vëmendje e shkurt që njerëzit e bojnë, po problemi është që për shembull shkon e shpenzon, shkon me një vend e shpenzon shumë, edhe nuk e përjeton kur e pyet çka ka ndodhur, çka u bë. Po s'ka përjetim atë. Nuk e din se e ka marrë vëmendjen, po e ka marrë me vëmendjen komplet. Kjo është ka borë është ma ditë kapacitetin, mu ma la pjata ma të madhe.
Juve ta Tash një ka zej. Mund është më ongër shumë. Se unë e të njëna që e gjata dhe edhe o shumë. Se, a vi do ma të fjellë, fjallë. Jo, të Ta ka qenë komplet për para. Shto ka qëllu, veç tash si, masi o mjegëll e sene, i kena dhe sosin me hudër, mes me na dalë vampirat mjegëll, jena të sigurt. Qa na ke marru heroti Tash kalzëna? qëtu e kemi një salat me peshk të marinun sous vide, që e thojnë ka vjetë gjë si si peshk? gjallë. E ku bo vetë në shpi. Edhe lloji i peshkut është koc. U bo të natën, ka dale. Kemi rukolla, salat jeshile, pak fora qia, mjashtu qatë dhe crunchen. Mollat, në të prunë do molla që aty, pjashtoj. Se pjeshka s'pat, kjo shkon me pjeshka zakonisht. Nuk pat kërkaj. A më peshki me fruta, adhe është një kombinim shumë i mirë, se anëzër atë aciditetin peshkit. E zbut shumë acidin. Po, ka ufëll balsam edhe sosi është i bun me kos, është si lloj taratojit, po është vetëm me hudër edhe me kopërz. Edhe salata ka kopërz, rukolla, vajtullinit, to baziket për diet edhe kepa e kuqe, normal. Kipa e kuqe është edhe shien, ti për e pëlqej. edhe plus për kush tash tënë për kanë probleme me lukt në Kosovë, në Shqipni e Jena gjithka. prish. Shto jënë senet më të mirat. Me qka mi morë këto Ne hu marrë një dy lugë, Apo na i shërben, a Tash ki unë ju shërben shërbej. vetë? Okej, nisja prej Florës, ose janë nisim në dy jo me hongër qëto direkt. Klina po vjen njerë jarë zakon që me kastret, me zi po presimi provu qëtu. veç që ka zej, veç 3 vojën konë, të në ka i gjysë vojën në avjen. Do me thonë në shpjegimin e vetë, kjo ka me kalzu se pri gjaku. Po del edhe bukër, ka i gjysë vojën që avjen. Ushqimin e keni perfekt. Era po i vjeni mirë, edhe salata, po e Ja, lirë. sa dush, është ato ta peshku që është. Pek, zemë ka e kanë ty. Nësë jatë. A është peshku i Gjakovës, a i kajtë? Shky peshk është specialitet në restorant tonin. Zakonisht të bojmë me troft, po kësa herë bona masi vit i ri, Rëzikove. po, që Mirja ato këva. Inxeri pi fundet. Nuk po du me Fundet e keku. fundet. shakat e prua aty për vitit kalun. Rota e, se ka posë në bëqë sa. Ka me bo një pytje që tash, e na bo. E kena shti peshkin të rshi, se pesh të rshi, Rina? Fakt jo, e ka të kalzën që e ka bo peshkut kjo. Kjo Mos do peshk ma të kesh. shite. Ato notën e kështu, do me thonë të notën s'keni flajt. Ja, Të e këshim peshkut. Apo mërë frim. nuk flem në akur. Mujna Po, muni mi sërbu dhe Zako, ajde s'le. pulmi po hajmë krejt bashkë dhe po flasje. Los so? Kastrot, a është vish pytja, a është vish diçka që sillet na për neve tjerëve që jena jashtë kuzhinave profesionale, po thuhet që kuzhinjerët e ka një farë fiksimi, ka një farë krisje. Pyetja është për të dytë, po po nisëm me ty. Në kuptimin e mënyrës se qysh servohet ushqimi, mënyrës në përpikrisë se ti qysh don me dalë e fundit pjatat e klienti që e ki jashtë në restorant. Edhe pse vjen Pyetje që shumë e kjo. mirë se zakonisht neve kuzhinjera na thojnë ju jeni pak agresiv apo në kuzhinë. Po këtu sa ne këtë vorë se qysh ndërtohesh ti si kuzhinjera, po kupton. Janë kuzhina ngjehet që ka sektore të ndryshme në kuzhinë, edhe këtë vorë se qysh esti që aty në sektore, po kupton. Nëse shkon nëpër vija të mira të kuzhinës, edhe ndërtohesh si tamam me kon një shef i mirë, janë çdo detajet që e bojnë të vetën. Unë mendoj çdo sen, jo vetëm në kuzhinë, po çdo lami detajet e bojnë të vetën, po edhe te na si kuzhiniera, domethënë luajnë rol shumë. Ndodh që komplet tavolina duhet më kthy mbrapa veç për një detaj që nuk ushqit në pjat, se çashtu jena Që më na. kthya Jo, nuk ndodhen ato. Bo me nervoz, po dush me menaxhu Me menaxhu. nervozën. Se asnjë njeri nuk ekziston njeri në tokë që është pa gabime. Gjithë jem Jo. gabime, po veç nuk është mirë gabimin mos me bo shprehi.
Apo kupton, se nëse e bën gabimin shprehi, edhe tani shkon veç hajt. Në kuzhinë fjola, domethënë që e përdorim na pashalla dhe veç hajt, nuk guxon me kom, apo kupton. S'ka pardon aty. Po jo. Ai pret jashtë me hongër edhe. Normal, sidomos me ushqim, se ki të bëj direkt me organizmin e njerit, ti duhet me ditë çfarë piçon. Apo kupton tash ky përgjegjësia është shumë e madhe. Diçka me peshku në gjithë që du të me shku sa maj fres, sa maj i nxehtë, ose e kundërta. A mos jenon na ikon. Ja, pa unë nis. Veç komen gaz kursnis. Mandej na jep recetën e sallatës, okay? U bo, ja. Disa disa bëj. Këti kemi bo krejt për najse. Pyetja që ja bona kastriot, bëdu me një tash ka ona juft, që është dalojna pak me temperament. Edhe nuk është gjeografi e vogël është Kosova për me daluna kështu në mënyrën se qysh i qasën punës, po si do qovë Gjakova i ka vetit e veta, na dalojna ma të butë, na kni. Jo, Valentin deshta me ndërry diçka. Une si pomje e parë, kur vinë punëtorë, do më thonë kolegët e këtu, dukna shumë agresiv. Thonë, me ty s'kena me mujtë me bo. Po gjatë periudhës atin që kalojna, jem shumë strikt në punë, po shumë i hopun për gjona tjera me diskutu. Normal. Kur të punojna, kena qef me punu edhe me jep maksimumin tonë. Kur të bojna muhabet, e kena të pauzën, që ta shumë pak e kena, se na ka ardhë dhe mërgata ju në dashën, që na mundomi në maksimum një shërby, se jena shumë të lidhën me ta, edhe i përshëndesëm shumë edhe i urojmë që më orë sa ma mirë edhe sa ma shnosh në Kosovë, në vendin e tyne, edhe do më thonë që tojmë pak dhe sasoj pyetjes që ma vënde. Kur të ju trefishohet puna, është që ke sezon. Para viti 3, mas viti 3, është sezona e verës, është sezona e dimit, edhe tash është s'podallot, është do fest, po i kena, po besoj se cila prej punëve t'juve dëve, inës edhe të norës mas shumë të i vreni, se e keni natyren e punët që e bëni. Ani Gjakov? Ti tha, pa u hun pak i krist. U hun një Qështu në Gjakov, mus me thoni krist? Bënë të fjallorin U hun një poet, një farë Leonard Coheni, edhe këngëtar, edhe poet, edhe ka thunë, gjënjeri që është i krist, që aty ka oj krist, që anë e hindrita. Për foli ka zanati, për shumë... E thellë kjo shumë. Po. Shumë e thellë. Ka zanati kuzhinës, është zanat i vështirë, se këtë kohën ballafaqohesh me disa elemente dhe disa dimensione. E ki dimensionin e kohës, presionit, e ki dimensionin fizik, më thonë ballafaqohesh me zjam që i djegën. A di këtë kohën mund është mu djegu se thejet në e gotë dishka prehesh me thika, me sene. Më thonë është një farë sportin veti. Edhe qyshe menaxhon, se cili kuzhinjer, qyshe menaxhon, ajo ja krijon personalitetin. Për shembull, kur më konë ma i ri, ju marrë me restoran e kretë, po këtë konë ju marrë me sport, ju mdallë me bicikleta, ju marrë me peshëngritje, ta është i mirë na për shembull me vrapim, pse bëj sportin, është puna me hek qatë ërgjin, edhe më smuhon fort i kresë në punë, po me shkri pak, nështë me kriju një farë balanci mes ati për aktivitetit në kuzhinë dhe një farë aktiviteti fizik. Kur ballafaqohesh me sene të shtira, bosh ma i shtirë që thojmë në Gjakov. Thuhet kjo, sa ma kod shtira njerëz ma të fort, sa ma kod buta atleta njerëz ma të dopt. Kjo është kështu të ma... E kësha përdorë që të një thonje e kam për kuzhinerat, edhe ndërkohë sa bën një muhabet, e kësha gjetë, e kësha posë shumë qef me rezu. Na pe presim edhe qatë ëmbëlsiren. Po. Edhe një 4 minuta, edhe 4 minuta. Bën zhylja, mos ma lani mufton. Mirë e kios. Jo, po edhe kjo është vesë jam, ja, po kupton se... Mirë e kios se provova ajo. Që unë e pi Gjakovë si marrë 6 pjata i këmë qitë. Veç ja 2 pjata për na mungojnë qëtu me pasta vre. Po ju nuk Shka boa e valira. Unë për veti nuk isha po ma herët linguine me këtë lojnë e sugjukut që e kena morë, nuk e di që pa temni. Shia shumë e mirë, po përqanë shumë. Po. A pinolim që të kam mira për hom, do buk të tani këtë mama. Krejtum të ti në orë. Normal nuk shkot në emision. Mirë po përvrijet kush është që Kjo më shëndur edhe juve edhe në emision nga timi marë. Po.
Ti përshishme. Shumë. Po të epi, për çfarë po ta çuna po ta servoj one? Jo, më kanë marrë një kese, ma shumë të epi për më veti. Une për shoh që kohë është, unë shku shpejt edhe besom të në konë jam të menu, a kena full mjaftu shumë me se cilën, musëm ka me dikush pa inkuadru mjaftu shumë pa full, po besoj që kjo është natyra kur kena ma shumë se 2-3 persona në emision, na flasim, po rrjedhshmëria rrjedhshmëria e emisionit ke shumë më rëndësi. Një fond rrisht atë kuzhinë për neve kuzhinjerëve dhe hoteljerëve. Po do me përjetu thonin të hongëra. Edhe për juve si klient, apo kupton? Për ty klient i respektuar nga ne kolegët hoteljerë. Vërtet që shkon në restoran për të blerë, knatësin me parët e tua, por ja që parët e tua nuk kanë as shumë rëndësi për shefin e kuzhinës dhe stafin e tij që punojnë në 60 gradë Celsius nxehtësinë e kuzhinës. Mos harro që sado staf të jetë profesional, fundja ka të njëjtën hall, që shoqëria ende nuk është zhveshur prej tyre. Ka fëmijë në gurbet, në shkollë me temperaturë, ka gruan shtatzën dhe babën në spital. Të gjithë këto mund t'i ketë, por ama bën më të mirën për të përmbushur ty klient. Mos harro që makaronat nuk zihen as shpejt sa don ti. Mishi nuk zihet as nuk skuqet me frymë e shpejt as sa do ti. E peshku nuk i lihen në det ashtu siç do ti. Është edhe një pyetje e drejtë për drejtë me klientit. Kur ke mbetur i kënaqur nga gatimet, kur ke falemnderu stafin, a ke pritur një minutë që të... Që aton që e folëm? A ke pritur një minutë që të përshëndesësh personelin dhe stafin? Pra, të jepësh dorën për shërbimin e bërë, apo në të gjithë rastet e ke fikur... Më falni. Ke fikur dritat edhe ke jetë? Jo, në të gjitha rastet e ke fikur cigaren në pijatën më të bukur që ka bërë shefi për ty. Veti e shumë tu më është. Vetëm për të treguar që unë kam para. Do me thonë... Veti e shumë tune... Do pi mran. Ja, dina na, këto po pepina. Kjo i bjen që... Do të më respektu maksimum. Unë menoj që kjo thonja është e zakonshme. Do me thonë të ja bën një pijat maksimale, edhe kur t'i kthehet pijata, kthehet me një qebat cigarës. Qaj është për mu... Këtu të regon mënyrën se qysh na i në rrit, mënyrën qysh këna funksionu shpesh, edukata jonë e mbrëndshme, është shihet me një që si gjesti, do me thonë, dvogël, që konsiderot i vogël, po fletë shumë për mënyrën se ti qysh i rrit. Se ti në qatë rreth, në qatë edukat i rrit, ka pas kësi shkelje, ka pas kësi që dikush se ka evitu, me thonë, hej, mëse bë që të sanë. Frymëzim familjar. Po kjo është frymëzim familjar, nëse ti, o në thmive të mesot, ata bojnë normalisht se ata po ndikohen shumë a shumë se prej neve si prind, ndikohen prej shkollës, prej kurseve ku shkojnë, prej angazhimeve që i kanë. Po ti je mentori tyne, nuk ka kërkush tjetër dhe s'do të me leju që në fëmijën tonë me pas dorë dikush tjetër. Ti dush me evitu, me ashmang sanat që nuk bërë me ndodhë. Sigur kjo është gjest tepër i shëmtum, po që nuk është se shumë shpesh. Ose në filxan, ose në topët makiatos, ose kjo është shumë e mirë. Të mund është një sen që e shumë për ditë, po se nuk e kena anitu e thonë dikush. Se e shumë për ditë, si... Edhe kemi normalizu. Se o shumë e vërtet, se kur jemi shumë të rritën, edhe shkojmë dhe këtë fajnë alojmë kuzhinjerit, pse që ka u bo, nështë ta presim për 5 minuta, mi pas këtë pjata në tavollinë. Edhe kjo është një sjellje shumë e keqe, edhe në fund nëse ti bën presion, normal që nështë tas kam ja qit krejt për bërësit e duan, edhe në fund ja kthem pjatën se s'pam pëlqen. Unë e kam ditë mirë që unë nuk i nihet që të kërkesa, do me thonë, gutu ma shpejt të unë nuk ekzistojnë, apo kupton? Për pa e bo finalizimin e pjatës, nëse ti ke orë me një restoran ekskluziv me hongër, ti ajo orë me hongër, veç që shtojnë ana me morë zema, e orë me hongër me shiu, apo din më knaqë të bo ma abet, se nuk e orë veç me hongër edhe... Jo, më pëlqeve se të fmive, unë e fmive të mi, unë i kam 3 djemë cilë t'i përshëndes shumë, edhe gjithë fmit e botës jena të bekum që i kena, do me thonë, falt ma herët për dhurata, po dhurata me mirë që mënët një dhonë një gruje është që e bekon zotin me një fmi. Se ta Valentina ta Thashun ja ku mjem burë, që mune ku me të mësu. E shola na buan të horit edhe kanë suksese një tyne edhe do të mi eduku. Unë e bashkëshortën tem, edhe ato shumë e përshëndes. Ajo që këna më bëllafaquna si plesh, me që fash është një jënë këta që ka na bojmë tash, këna më bëllafaqu ma vënë. Këta kanë mëna këshyrë, këta kanë me qenë profesionist të kuzhinës, të mjekësis, qka do qoftë, qysh na i nxjerrin, fakulteti i parë që e kryin fëmijët është shtëpia. E kom ditë që gjakovortin të amasarve, për si që janë tumt me hongër, unë nuk e përmin.
Alo, s'ke poti. Ende s'keni bërë asgjë. Keni pa gjë akoma. Na dy po, tamam, energjia. O gjëna mi hup sanën. Shumë. Nëse viti i ri i shkon premtim për juve, çka i shkon për juve? Çka kishi lyp mu kanë çaj premtim? Premtim? Po, nëse e kish pas emrin premtim. Çka i shkon figurativisht, çka kishe bote, çush e kishe qujt? Ne kisha shfrytzu çdo moment vitit me bot diçka që sjell diçka ndrit. Domethënë me bot diçka kreative. Çka kishe premtu ti nëse i shkon premtim, çka kishe bote? Mes me hup kohën telefon shumë. Bravo. Ma e thjeshtja, po ma esencialja, më e rregullu krejt ritmin e jetës. Në fakt, po kalu njerë të Flora, në orë 2. Tash, çka i kishim premtu vetës? Nëse i shkon premtim, çka i kishe premtu? Viti i ri, nëse shkon veç me premtu diçka, çka i kishe premtu ti? Nuk e di, mu më duke që gjdo fund vet, unë e ndihem fajtore që ndoshta nuk ja kom dedikuar sa du ko blinës, edhe pse besoj ajo tashmë është rritë dhe e kupton që unë kretë këtë sakrifice bëj për to, po prapa ajo ndjenja e fajt nanës, gjithë më shoqëron, edhe tash edhe rrugës të ardhë, veç qaj mendim, ajte ashtu më rrotullohet në kokë, i kisha premtu që gjdo sekund tjetës ta kisha pas mundësi, kisha shfrytzu veç me to. Po, edukata e shnoshe e mirë është edhe kur nuk je aty, mënyrën se qyshe edukon, aja nuk e ndjen mungesën. Besoj që se menoj që jo çdo herë prezenca fizike e përmbush fëmijën. Po ndoshta ajo mungesa jonë që e kemi shkaku i profesionit e punës, na bën me u ndje me pas ata janë të përmbushur me prind të angazhuar, me prind që punojnë për ta. U pjek pitja. U pjek pitja, dhe që thëmë edhe fjallë. Hajde. Mu më ka dek nona, kërë më konë shumë i ri, domethënë 2006-ën, pas një 12 vjeç, halo jetën domethënë nëna jeme me mu, si me thonë, pse se jetojnë veprat e saj, kënë mësuse në shkollë. Qëta po thëmë, nuk ka nevoj Halo vinë për prezent. shemë klienta prej Bishtazhinit ose Damjanit, 2 fshatna ku ka dhonë mësim, dhe ma përmenin, edhe thojnë sa e keni në gjohë dhe me Sa sjellë shumë e kështu. përfaqësojmë na si prind, apo shaj sa gjatë përfaqësojmë. Do më thonë prindi jetën edhe shumë kujdes 2-3 gjenerata ma shumë. Që mos me dëmtu reputacionin e fëmijëve, të burrit, të familjarëve. Edhe me loni histori prapë të mirë për prind, çka kanë bu për neve. Sigurisht. Po, njëjtë, Shveta shiu. Sot jena me një frekuencë. Ama që dina të janë lexuar trunin janë aty. Kështu të vazhdimisht edhe janë punshëm edhe janë me fëmijëshëm. Kështu që mundohem që ndoshta është ndjenja emocionale. Unë shumë shpesh e kom, jo shumë shpesh po e kom për Po jashtë. du diçka me do për Norën, më falni, s'kam qore pa ndo. Për ndrysh Nora prisi ka lind vajzën. Vajzës për me qenë me vajzën, ja ka bo një lloj qirë dhe mbrana ordinasës klinikës ku punan të printe vetë edhe muan ofër. Të muan nuk besoj që ki naj hapësirë fajsie. Për derisa kem ri me boka shumë. Kush e di sa me bo prap ekziston apo Nora, ajo ndjenja që gjithë sikur simi tu e dhan maksimumin, është çato që kishim dashur. Shumë shpesh e kam këtë pjesë dhe diskutoj shumë shpesh edhe me burin, ai gjithmonë mundohet me ma neutralizu, thot po t'jetu mundu për fëmijët edhe unë edhe ti dy të bashk, atë nuk ja vlen është ta më mërzit për këtë pjesë, mirë po prap gjithmonë e kia. Ndoka që shumë a pak kohë po jap tyne. Momenti që unë e kam vetëm një kohë, sikur më herët që thira thash nëse shtyje diçka programi. Unë do shkoj te çik. Nuk e di pse gjithmonë e kam atë mendjen te fëmijët. Dhe ty ti më i lartë i njerëzve është kjo, kujdesi ndaj atyre që i sjell vetë një jetë me dëshirë. Po jo vetëm ata s'kanë ardhur me dhunë, ata kanë ardhur me dëshirë. Unë mundohem sa më shumë kohë me kalu dhe me prind. Edhe gjithmonë tham shoqër Zotit që i kam ende gjallë, i kam shnosh edhe mirë, se momentin kur e shoh dikush që i mungojnë prind, atëherë nuk duas me mendu atë pjesë. Kështu që mundohem sa më shumë për gjithë ata që nashta i kanë prind gjallë, rrini sa më shumë me ta, kaloni kohë sa më shumë me ta. Shoqëria prapë se prapë formohet. Ka gjithçka. Mirë, po nanë edhe babë nuk bëhet kërkosh, kështu që sa më shumë me familjen, me fëmijët, me nanën, me babën. Fajësia ka tjetër emën, fajësia ka për fëmijët mungesën e fëmijës është kur ti vazhdimisht del, që nuk jam kundër njerëzve që dalin, sepse na jetojnë format ndryshme. Unë jetoj mënyrën tam, ina të vetën, ka strotit vetën. Po menoj që boshllokun me fëmijë nuk dush me lënë pa arsye. Me pas arsye shumë të forta kur ka boshllok ose është njëhet mungesa e nanës, se babës mundet muni, po nana mrin mi mshel krejt birat që thojnë popull të një fëmijë. Momenti kur s'është nana, shtëpia është zbraz. Po është zbraz, shtëpia është shtëpi. Gjumna që kena keq më vjen prej rëjdi që po me rëndësi është që
jeton me vepra. Këtë kina me kalu. Une e përshëndes jetën. Kusho jeta djallë të regona tash? Baba jam është martu edhe një herë. O, sa mirë. Kur ka që si marrëdhënie të shnosha? Po, edhe tash e thojnë non zbohet dikush, po të bëke. Për afrohet, po. Po të bëke, non. Kujdesi, po nashta dashnia nuk është burimore pi shpirtit, po kujdesi është i mjaftueshëm dhe masane prej kujdesit vjen dashnia, domosdoshmërisht. Nuk e lun këto formula nuk shkruan ashta kërkon, po i përjetojmë edhe i kena kështu parasysh. Tash pjo ndërprej. Kena me met. Kena më ndohë prej tyne, po... Po asa jemi mos për në mbet marak se pse s'kom kalu më shumë. Asa jemi edhe kemi t'ja jepi respektin e dur edhe ato, na nuk mujna mi dojnë kur nonës tonë, po të mënu mi bilet pakten me përafru, apo këpëtën, se unë jem pak emocional këtë farë pjesën e përëndve se i kanë diçka të shajt njët. Krejtë duke në këtë tavolinë që kemi qështu, shumë të lidhur me familjen. Jo rastisht na pas ke bu bashkë. Unë e kum vrejt, e kum një mungesën e mamit tem, kur ajo ka punu ka 16 orë, 17 orë. Tash unë e jam profesionin asaj që unë e punej qështu 12 orë. Adin edhe e një shumë mollën e thmive të mi, po tash teknologjia që tu telefonat i shtu ka pak për shumë, se për një me shumë diçka e pakrahasueshme, e pazavendësueshme. Bota po funksionon që si dinamike, na vish duhet mu përshtat, mos më na marrë e bashkët me veti. Nëse na më rri mu përshtat, edhe mos me lana ja më na i bo agendat, ja dalim. Nëse e la më na bo agendat, tjetër kosht jetës të mënyrë se qysh na dojnë me jetu, na këna me vdik, realisht. Me vdik në aspektin jo fizik, po në aspektin emocional edhe të njerëzve lëkut, që sot fatkeqësisht është shumë i rrallë. Valentin që kur ka kriju Zoti ta ka dhënë vullnetin e zgjedhjes të lirë. Mas ne ti e percepton senet se qysh po don ti. Kur gjë nuk vjen rastisht në jetë. Kur gjë nuk bëhet rastisht, po vullnetin e ke pas të lirë. Tani ti vetëm e përcaktohesh çfarë po don me bëj, qysh po don, domethënë pajtona shumë me atë fjalën tonë që dhe vetë duhet me ditë me zgjedhje. Mi jep drejtim, mi orientu, mi jep drejtim jetës. E keni se jeta shumë e mirë. Jeta po. Ina. Unë, se di, kështu nga kritikat që kom një prej shoqënisë dhe njerëzve tjerë, vazhdimisht më kanë thonë se punon shumë, se po punon kaq shumë, s'ke me zonë dy njane kështu, po, do të mundona me punu pak ma pak në aspektin që të kem pak kohë, pak ma shumë për vetën dhe familjen tem. Tash për shumë me humbjen e babës e kum kuptu se shkon viti dhe muj jeta shumë shpejt dhe normal, s'ke me marrë kur gjë me vete, përveç kujtimeve dhe gjanave të mija që na i kena bu njetë. Nuk muj nështë me thonë që kom e punu pak ma pak, po ne do t'jem kjo njëta që jam, se jam, menoj që jam e mirë edhe në aspektin familjar, qoftë nëse vjen edhe një martes, qoftë në kështu t'jem... Me zipresi me martu ine. Edhe Florën të rejse. Edhe Florën. Qërësë ma le urimin gjystë. Me zipresi, mu që kjo më të rëzore. Jo, menoj që... 2026 për Inën edhe Florën. Për të dyja, dekori ma ka premtu në orë që qone atë pjesën e dasmës nuk e maj gajtë. Veç po du me cek që edhe nëse bona normal si të si në ora kështu e ngarkun edhe me fmit, i kam do momente kur thëmë mos këme punu shumë, tash këme... Kitja dhe, vich bosh ma e shpejt, ma e fort. Ama nuk mu i me të shumë, një superfuqin. Shka që unë e shë vetën që atë gjithmonë me pun, edhe me projektet e mija nuk mu i monal. Unë besoj që thmija mas mirti, ardhja thmive njët, mas mirti na definon. Definimi vetëm njët që na ndodh, se qysh me na gjukon, qysh me qenë ma i matun, ma i kujdeshëm, me rujt reputacionin individual, me urujt që ka po banë që janë veç thmija. Thmija ta jep gradën ma t'lartë jetësore. Dëmohan, thmija të shtenë gjithë shka me bo, edhe nuk i një lodhe, nuk i një dhimt. A din vit shka një dhimt? Dhimta e vetë me që një është, kur i bjen thmive, unë e një, aty në ju dhem, aty në ju bjen mu më dhem. Nuk e di pse edhe gjithë të mu po më dhe ma shumë sa atyne. Duket e pabesueshme po për një me është qështu. Vish kur e përjeton ndjenjën e nanës, atyne kom juro, ty kom e dhim. E për qëta thmija është vish bekem, kur gjë nuk ngarkon. Një nana që thojnë ngarkomi, po është sa një menaj që ngarkomi, ose që ngarkes ato që nuk mrin, ose nuk dojnë ma, menojnë që ta është ma e kom bo një fmi dë... Unale tjeta. Dhe gjoj nana që shumë kanë shprehi ankesën, nuk ka kalu në ves, dhe gjithë shka që e bani duket sikur
duhet me imponu edhe shoqërisë me tregu që ajo po sakrifikohet. duhet Duhet viktimizimit të nanat e reja mu nuk më pëlqen fare, se mendoj që njëri kur don ja del. Unë abite me ato që ndoshta nuk kanë profesion tjetër, normal që profesioni ma i shajt është kujdesi ndaj familjes, mirë po kur e ke dhe profesionin e dytë është shumë ma vështirë. Edhe kur ankohen ato thon po ne që jemi Po shumë mirë ma ka dikush një fjalë, gratë që janë shumë të nxana në profesion, janë edhe nana shumë më të mira, ndërka se s'kan kohë me u anku. E pjesa tjetër se kanë shumë kohë me bollëk, edhe zakonisht priren më shumë me u anku. Po du për kontra zetave kërkojmë sa më shumë kohë për me qenë edhe mua ta, jo me u largu veshin kush. Ju më shindurt. Ju më shindur për ndryshe merr mani pomi që është hongër me tovë. Është hongër me tovë. Po të kënaq me tovë, definitivisht edhe ku ka Qa, bërë. e po një humbush sash cenonat që vi vërmani, baklavën të tepsis. Ja, Fund mi pasru tepsin. Jo po na dhe si profesion e kena heroj, mënet me ditë na vesh në dorë që atu diçka, po kupton nuk kem ku me ullë, me shtru, me dekoru. Po, Unë jëmë bo, qëta që më bo maratonist në Prishtinë, e këmë zonë tretin prej Kosovarëve, a dhe qysh kretë të pënu kamarierë dhe kuzhinierë në restorant të amin, se këtë kohë duesh me hongër ka pak, a dhe me vazhdu punën, nuk e kisha shumë problem për dimensionale është kuzhina. Të bën kështu shumë efikas, edhe eficient me ditë qysh me menaxhu, për shembull ty të ka qitë më bo sportist, Maratonist do po. prej shpejtësisë që tu ka dosh me domosdosh. Me e përdor. Shumë bisedat kanë interesant, nuk është që i kom planifiku që shtu me full, miro që ty në rafshëve, po më pëlqen naturaliteti, edhe më pëlqen që shmur drejtim. Çka kemi me fol sot? Zakonisht nuk kom qef me strukturu emisioni, kom qef vish me i pyt mësafit ka kanë qef me i ro e ka jo. Se është etik e gazetarisë, është etik njerëzore, mos me i pyt ku nuk dojnë. Janë sene që dojnë mi mbajt për veti edhe Nora kur kam maspari, kom pyt, qas do me të vetë, kom thonë, qas do me të vetë kalzome. Ama të paktën është një përditshmëri e jonja dhe kështu. Na që shtu jena, që shtu rrina, që shtu vishë. Pak fan. Duke kemi atë që jemi para kamera. Unë që më pak lehme kështu si zakonisht. Tash jena kresh lirë që tash jem Ferizaj. Ferizaj, hera arqme, Ferizaj kom me qenë. Për vitin e arshëm Kastriot, në fakt na i veqena, po qysh e ke qa i ke vënu vetës synime për këtë vetë që po vjen. Edhe para se me fillu me folë për synimet e tua në këtë vetë, se unë jam tip pak kështu i vënoj veti do projekcione, nuk e di pse, nuk jam shumë tip që kam qef mu konë strikt, po që të sene më ka një muna, ashta ma kanë diktu mënyrën që shme funksionu krejt vitin. Se kum punu për që ato pika, se kum synu me mrit të që ajo pjatë, tani kum ditë kam i ra, po nuk jem një skur mal pasakic njëtën tem. Për këtë vetë sa kena hisë, dhe është i 4, nëse s'ka bëj, e djele, ku ne kështë falenderu, ku ne kështë thonë falenderit? Për këto që je ti, edhe që kemë rrisat. Pa dyshim që falenderimi i takon vetëm Zotit madhëreshëm, në spori, tani i takon familjes, shoqënisë, e çdo njeri që kena punu bashk edhe kena ndërtu këto ku është Kastrioti sot, se ka qenë një rrugë prej 15 vitësh, do më thonë, edhe nuk kone e leta, po kupton se ka pos shumë që është batica dhe zbatica gjatë rrugës, po nëse javënën një synim vetës, gjithë shka është e arreqme, mendimin dhe lejen e Zotit. Do më thonë, për vitin tash që vjen, unë e veç dëshiroj me pos sa ma shumë përkushtim për vetën tonë, për njerëz që të rrethojnë, për punën tonë, edhe sa ma shumë punë, edhe me shku për para ku na e kemë synimet, që do synime janë që vinë haj pa i prit, apo kupton, vinë do sene pa i prit. Aty janë shpërblimet. Shpërblimet. Po, sakt, faleminderit shumë. Vinë pa i prit, po inshallah e kemë shnetën, inshallah e kemë respektin, dashurinë edhe harmoninë familjet tona, në shtetin tonë, e inshallah vëdësohem si popull pak se kena do ngecje. Po pëlqen që po del për te i vetës pak, po flet pak edhe për shtetin. Se zakonisht e kena perimetrin e shumë të ngushtë të urimeve. Flasim ish për vetë dhe për familje. Jo, na në qitë shtetë po jetojna. Për fatë kesh, na si hoteljer ose gastronom, nuk e kem halon e legjë të miratum, që do me thonë ta vullos ty që kjo ka me konë që shto zgudzën me livrita, po kupton, do regula janë gastronomi që... Do të me pas kornis ligjore gjdo aktivitet. Normal, apëtën, tash
për vetit po shkojnë do po gatu rrit, sektorin privat fort nuk po miret, sektori publik po është gjithmonë ma i avancum. Apo të kisha dosht, me bo nashta nuk qënë shumë pesh fjolla jem, po kisha dosht shumë me bo lutje që Kur si dihet? mu vedisu këta që po na oheshin, se për një me vota ka një pesh të move, e në fakt keq tani që kjo po ndodhë që shumë nuk po dalin në përvotime, Sa po ju kishin votimet në janar? Janë të ftoft. Në dhjetor, fakt. Dhjetor, po. Janë të ftoft edhe tani po ndodhin edhe që unë kam kolegë mi që pelshojnë edhe venin, Valentin. Po janë... Sigurisht është ky tranzicioni global i vështirësive ekonomike, i rramjes së inflacionit, edhe normalisht neve na kanë gjetur në një situatë jo shumë favorshme për pandemisë. Do të më kanë do soza të caktuara që ti mundesh. Për çfarë po shpresojmë që ka qenë një vit i mbarë i mirë, i plotësuar në çdo aspekt për secilin njeri, sidomos ata që kanë nevojë, që kanë pritje shumë. Ka njerëz që presin çdo herë, jo vetëm një vit, po presin me vit tona, edhe po besoj që shpërblimi ka më ardh edhe më u plotësuar në kreq ato ku kanë pas mungesa. Ina, ku ne falenderon ti mas pari. Mas pari vetën tem, që jam shumë kokë fort dhe i dashuroj i du shumë punët e mia dhe vendimet e mia, kur të thëmë diçka do të mu bë, se nuk vë ndryshe. Mas nej normal, falenderojmë kështu, do me thonë familja jam është ajo që gjithë shka kom kalu mes këtynëv, se dhe që tjetë nështë ajo gjona materiale ose gjona tjera, po mjaftën që më kanë rritë shumë mirë, më kanë eduku t'jem kjo që jam sot. Më kanë bo thjesht njëri që mos lakmoj dikon kur e shën një vajzë që shështë, në fakt, se më kanë rritë me tona mënyrat e mundshme. Nuk moj pa e nej, që me thonë pa e dhoni falinderi, më falni. Një falenderim. E këpusim nga mëstani. Okej. Masni, jo njerëz të tjerë që unë i kam njëtë, për shumë është Albani, është Lindi, është Arta, që kom bo zgjedhjen e duhur t'i kem ata unë, po t'i kem në kompanin time, dhe gjithë klientat që më kanë besu dhe më kanë pru këtu ku jam. Uroj që kemi pas një vit përmbushur mas pari shpirtnisht. Mas ne janë edhe dëgjana tjera që Jena na e këto, shka jena na këto, që po do kom të qik. Jo më veç, me dojnë edhe më knaqë. Falimderit shumë Lindi që i shprej këto e që i jepe këto, se janë shumë transishme. Sidomos e kastirotit ke unë pëlqej shumë se egoizmi ka nis me rrit dozën në shoshnin tonë, me mendu vish për veti. Kështu që kur menojna pak ma gjanë, tani edhe na i kena mirë, jena të plëcu ma shpejt. Nora, qoj njerëzit që je shumë e plëcuna, a kina i sen me falenderua veç vetën? Jo, në fakt, kësha dosh me falenderu Zotin, në shëqër që kemi shëndetje mas pare. Pastaj kësha dosh një falenderim shumë madhë për printe me, që edhe tash vazhdojnë gjithmonë me ato ndimat e veta, me mundësi që i kanë. Po ashtu edhe burin të am, që gjithmonë është për kras, pa marrë parasysh mungesave të mija që i kam, gjithmonë është mbështec morali imi. Po ashtu edhe juve, që me ato komentet pozitive, më ndresh një ditën, si dhe pacientet e mija që gjithmonë janë ato që m'japin komente pozitive, vazhdimisht edhe më shtyn këtë pjesën e punës që mos më ndalë. Komentet pozitive janë derivati punës profesionale që ti e bën. Po, në fakt, për ndryshe këshin që ndikojnë shumë, po, ndikojnë shumë se momentin kur merr shumë pozitivitet, atëherë edhe momentin kur t'jel shumë vetën edhe thu ball mos po du ma me vazhdu me këtë pjesë, ato pjesët pozitive të shtyn me vazhdu prapë dhe më ngritë në kom. Shtu që kisha falendru kreta ata njerëz që na përkrahin, sidomos pjesën morale. Falenderit shumë, jenë shumë të mira këtu. Flora, ti ke marrë shumë vitin që shkoj. Po shpresoj që dy fishin kime marrë, s'po nolna, jo? Tash isha të ju ndëgju juve dhe isha të e mendu pjesën tem, edhe instinktivisht u ktheva në retrospektiv. Jeta jem ndoshta 6-7 vitet e fundit nuk ka qenë ideale, po kur e mendoj ku kam qenë dhe ku jam sot, unë mendoj që thjesht du me ju falendru Zotit për forcën edhe për krejt të mirat që mi ka dhënë dhe krejt bekimet që i ko marrë rrugës, të cilat mendoj që i ko meritu, po thjesht najherë gjanat i marrim pak ma vonjit, është ma mirë me i marrë. Mendoj që timingu është shumë i rëndësishëm në jetë, edhe klishej ka me tinglu edhe kjo e jamja, por mendoj që pa familjen tem nuk do isha këtu ku jam, ata janë gjithë shka për muja, njerëzit që ma din gjdo dhimbje, ma din gjdo gzem, gjdo hidrim, gjdo moment të ndaj me ata, edhe i paqim gjithmonë prindri, do me thamë për mu jam pjesa ma e bukur e jetës tem, edhe pa mbështetja e tyne është forca jam, edhe krejt kjo që jam unë sot. Ti je rindërtu.
Po, taman. Ti e rindërtu në këtë periudhën 7 vjeçare, ti e rindërtu prapë. Edhe je model i mirë për krejt njerëzit që kalojnë në sfida të mëdha, me po pjesa më e rëndësishme është kjo që thotë familja. Nuk mund me rindërtu vetë, është shumë problem. Krejt vetë me i bëjë gjanat kur nuk Po dhe sfidat, Valentin, më duket se të bojnë me dasht ma shumë jetën edhe me vlerësu ma shumë momentet e vogla. Unë si natyrë jam natyrë shumë mirënjohëse, se jam rritë edhe eduku në një familje ku mirënjohja ka qenë kyç edhe mbrojtja e vlerave dhe parimeve tua mos me ushkel kur, edhe unë mendoj që kjo është misioni jetës tem, edhe uroj që asnjëherë mos t'i shkeli vlera dhe parimet e mia, sepse ky model duhet jetë edhe modeli që do ta ndjek edhe vajza jam. Na jemi modeli i fëmijëve, ata na ndjekin neve në çdo gjë që ne bëjmë, kështu që gjithçka që bëjmë duhet me mendu që ata janë tuna pa. Nga një cep, një pasqyrë e vogël që dikur bëhet realitet gradualisht. Qa kena ka gjakova, mërë gjallë? Që folë shkort se tu të të hargjohet. Zotet, një falenderoj normal, po falenderoj kretë ata që në pjesë udhëtimit ton jetësor, prej matë madhe deri të maj vogli, familjen normal e falenderoj, po falenderoj edhe atë tipin që vjen për shembull në restorant të une, njëherë një javë i merr kanoqet, që i mbledh edhe që ushen familjen e vetme që ato. Për klientat e për krejt, po veçanërisht çdo njeri që mundohet më bëj mirë. Kjo nështë ka pak i të mirave që sot i folëm, me jurimeve të mira që i tham, prekëm cepet ndryshme, po edhe prekëm edhe dikon që nështë një jetë konsiderot i harum, e konsiderohet që nuk i padukshëm. Ka shumë njerëz këtë jetë që janë ndërzuar dhe konsiderohen që janë të padukshëm edhe janë të harum. Por realisht nuk janë të harum, ka njerëz që i shohin çdo ditë, edhe nështë puna e tyre që e bojnë është një arsye në këtë jetë pse duhet me bë. Nështë pse na duhet me qenë të mirë. Kur na shohim njerëz të tillë, na bëhemi nështë më të mirë. Nështë na animojnë ose me shkel në tokë ma shumë, se kur shohim veç mirë, na hyp ajo far egoja e smur, e jo është ndetshme. Shumë shpesh e përmendi këtë pjesën, ndoshta kur je në pikën më të lartë, më të mirën tonë, jetës tonë, shumë shpesh thom shkoni pak nga spitalet edhe shes se sot shumë definitivisht njerëz edhe atëherë kthehesh me kam tokë. Kështu që ajo kishte ndoshta pjesa më e mirë kisha bëu kështu si ritual, të paktën një herë muaj për mos sjell pak nga spitalet. Ne dal tonë të vogël. Është kjo thonë që zguxojnë ana me kon me në madh, se dikun e ke po një veshk me dhimt, po të bën dy fish, një dhëm me dhimt, po jetë të natën pa gjumë, do me thonë ti je vesh një krijis e përsosur që ardhë në tokë, edhe duhesh me përmbush misionin sa e ki të caktuar, edhe me konë ju me në madhë, se me në madhësia të shkatra. Egoja është pjesa ma i keqe jetës. Së urë në familje, së murët gjithë shpia, kështu që shëndetit është kryesore. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që jeni ardhur sot këtu, edhe jena kënaqur definitivisht mohabet. Folim as emisionit. Falenderime me miliona herë nga unë, nga stafi, edhe jo vetëm për juve, por edhe ata që keni lënë keq. Falenderime edhe për ata. Edhe ju uroj që me pas vitin shumë përmbushur, edhe me pas qetësi në jetë, me pas lumturi. Lumturia vjen kur ki qetësi, si s'ki qetësi nuk ka lumturi. Me pas përmbushun edhe krejt ato që i doni mi avdhuru Zotin në formën më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë ti e kisha bëllë një thirrje, e kisha thonë, si në rast të Valentina që na ke ftu, edhe tjetë media tjera ose televizione tjera me dhonë hapsin çdo konja, se është për një promovim i mirë i diçkaje, si ka ona jam profesionale, si ka ona ati tjetërit, po dëshmi e dhonë hapsin, e jo mi neglizhu njerë se Diversiteti në ekran është pjesa më e mirë si sot. Sot është diversiteti më i madh që kom pas në herë në një format. Kena të më profesionist, kuzhinës, biznes, doktoresh, gazetari, dhe unë kena të përzime. Ju falenderoj shumë edhe njerë dhe falenderoj të gjithë shikuesit të cilët janë duke na ndjek, na kanë ndjek dhe i tash. Ju uroj më të mirat e mundshme, ju uroj që keni me pas zemrat plot edhe normalisht punë pa ndal, edhe mos harroni me qenë vetvetja dhe me shkel të gjitha gjanat e cilat jakni planifiku vetes për këtë vit.
uroj edhe njerë vitin 2026 me pas përmbushën e besoj që në fund të këtij viti kena me folë për gjana tjera, për ato se çka kanë qenë gabim dhe për ato çka konsideroni që kanë qenë të mira apo që rrugës kanë ndru ngjyrë, sepse nuk varet gjithçka nga neve, nga ne varet vetëm përcaktimi, ndërsa rruga mundet me ndryshu formën edhe ngjyrën asaj që e presim. Deri në edicionin tonë të ardhshëm, unë i falenderoj shumë, jashtëzakonisht shumë që keni qëndruar tërë vitin me neve, na keni shikuar, na keni kritikuar, por na jeni mundu në formën tonë me ju sjell receta e biseda dhe musafir të larmishëm nga fusha dhe dimensione të ndryshme. Shihemi të dielën e ardhshme dhe uroj që të vazhdoni me ndjek programet e televizionit Dugaxhini. Mirupafshim.